Zgjuar pak nostalgjin të Laura, se si kanë qenë fillimet e saj në këtë profesion. Laura, mirë se vjen, knatësimet pas këtu. Mirë se gjeta, knatësi të jemi ju edhe në të vëni. Apo e kujtojmë pak kohën e shkuar? Me shumë knatësi. Biles edhe deri sa po vija studiot ku i keni, pikrisht është edhe shkolla, universiteti ku për herë të parë edhe filloi punën. Edhe më kujtu pikrisht ajo periudha, ajo koha e studimeve, gjitha ato vite kanë kaluar tashmë, 21 vite përvoje që janë pjesë e medias, kështu që... Si kanë qenë për ty fillime dhe normalisht kanë ndryshu shumë, por shumë që nga ajo kohë? Unë them që nga ajo kohë, lirësht mundë me thonë, nëse diçka ka ndryshu serioziteti në punë. Pa dasht me ofendu askend, por ka qenë një seriozitet shumë i madh nga ana e gazetarëve, nga ana e gjithë ekipës që përgatisin emisione, lajme, tereni ka qenë shumë prezent, ku fatkeqësisht kohëve të fundit, ndoshta pak edhe teknologjia e ka bot vetën, edhe kështu që pak po pritojnë, po i marrin të gatshme, kur servojnë gjërat e gatshme, nuk duken edhe aq bukur sikur ato që janë aty për aty që ndodhin. Po të pengon kjo situatë në cilën gjendje? Ne që kemi qenë edhe në atë pjesë dhe në këtë pjesë, na mungon shumë. Po. Është shumë më bukur, beso. Ka qenë? Shumë më bukur. Shumë më bukur. Tereni e ka bukurinë e vetë. Aty mëson shumë çka. Mëson edhe për punën, jo vetëm në teren, po edhe për punën si gazetare. Patjetër. Ndërsa sfidat e asaj kohe me këto sfidat e kësaj të tashmes? Sfidat kryesisht teknologjia ka avancuar, natyrisht që tashmë shumë më lehtë nëse analizojmë, ka kamera më shumë, montazha është më ndryshe, efekte ka më shumë, duket më ndryshe, por në qoftë se e shohim thelbi ka qenë më i bukur, ashtu të paktën duket mua. Patjetër që po. Gjithsesi ne thash edhe në fillim që do të diskutojmë pak edhe emisionet ndër vite, për ta lënë këtë të fundit, ndoshta për pak më vonë, e mban mend daljen tënde të parë në publik? Daljen e parë. Edhe ato emocionet që të sjell pikrisht dalja e parë, në çfarë do performancë në këtë rast edhe përpara një publiku shumë gjerë? Ka shumë gjëra që natyrisht na kujtohen edhe na bëjnë me qesh. Ka qenë interesant fakti që kur jam fut herën e parë në studio, edhe isha drejt për drejt, ishte emisioni Blue Top Hits në atë kohë, që ndjekja top listën e huaj, në atë kohë ish Blue Sky Radio, që ka qenë pjesë e RTK-s. Dhe aty më kujtohet që u mbante emisionin në këmbë, do të ishin ato mikrofonat statik, edhe në një moment duke folë më ra mikrofoni. E di që më ka kap një frikë e madhe, apo ndëgjohem ajo, e kom kap diqysh me dorë dhe nuk e di mu as që ka kom folë, as qysh ka shku emisioni, po ka shumë gjëra të bukura pastaj ato momentet kur dëgjues lidhen shumë, sepse kryesisht i kemi pasur edhe emisionet kontaktues me telefonata, dhe asnjëherë nuk ma ka marrë mendja që aq shumë mundet me u lidh dëgjuesi me moderatorën. Ka qenë një lidhje shumë e madhe që vazhdon me qenë me moderatorët dhe është motiv shumë i madh për ne moderatorët. E normal, vjen kjo duke u zbe, ose po themi ndoshta duke u liru pak personi kur të është përpara... Familiarizohet shumë. Unë për shembull nuk e kam as kompleks, as problem se si dukem. Do njerë dhe bëj shaka dhe me kamerman kur ftohem në studio tjera që mos të duken kilogramët apo jo. Vitin e kalum kom qenë 20 kilogram më shumë, ta shifet që veç se jam, edhe filluam bashkë me kolegun tim me Xuzin emisionin e tij, shumë të dëgjuar Metropolin, jo vetëm në radio, filluam edhe në televizion. Dhe në pyetje kur i kisha që po më pengon pesha, nuk e kisha fare kompleks as problem, aq shumë mishrohesh, aq shumë bëhet e zakonshme, dhe sa më shumë që je natyrale, aq më shumë don në publiku. Do me thonë e kam vrejt që kur je sa më natyrale, publiku është shumë afër teje dhe të motivon më shumë, edhe komplimente merr më shumë. Kjo të mos pasurit komplekse, po themi, apo të pajtohesh me atë se çfarë je. Po kjo jam, edhe shumë herë unë jam fut në studio, nifem që shumë herë dalë edhe pa grim. Po. Nuk e kam shumë problem, edhe e shoh që nuk vrena a jam me grim apo jo. E në këtë botën e komenteve? Nuk kam pasur një koment e maj mend për gjithë 21 vit që e kom pas se i përket pamjes, edhe ajo është të i kalu me pak humor, se zakonisht bëj shaka edhe në favor timin, por e kom vrej që në përgjithësi ka fillu me undru shumë, edhe vetë audienca, vetë publiku,
Tashmë nuk po kërkojmë veç me pa, por edhe me ndëgju. Me ndëgju tamam. Për ty cila ka qenë momenti më kulminant i karierës, apo ende pritet të ndodhë diçka e tillë? Jam tip kërkus, hulumtoj çdo herë, edhe fatmirësisht që kur jam në emisione kontaktuse kam telefonata se po mos kisha pas, nuk kisha mujt me vazhdu punën. Nëse nuk më pranon publiku, më duhet që këtë parim duhet ta ketë secili moderator, secili gazetar, nuk ka dhe pse të kërkoj të jetë pjesë e një emisioni. Sepse ne emisionet i realizojmë për dëgjues, për shiqus, dhe ajo çfarë duhet jetë kryesorja për neve është se si po ndihet dëgjuesi dhe si po ndihet ai që po na shiqan. Kanë vendosur ndoshta në një situatë të palakmueshme? Situatat palakmueshme fatmirësisht nuk më kanë ndodhur, edhe pse çdo herë me emisione kontaktuse, por ka pas mundësia është pak më e madhe. Ka pas raste shumë interesante, për shembull në programet e natës ka pas rast kur një zonjë e maj mend nga Klina ka qenë, mos ja përmendi emrin, ka tregu që kanë qenë emisionet tona, emisioni nuk je vetëm emisioni personale që i kanë ndihmuar shumë dhe ka qenë para tentimit për vetvrasje dhe pikrisht tu na ndëgju çdo mbrëmje edhe ka ndryshuar mendjen. Dhe kjo më ka vetë shumë gjatë në memorien time se sa mundemi ne me ndiku tek një shiqus apo dëgjues. Mundemi me ndiku edhe në vetë jetën e tyre. Është pikrisht kjo arsyeja ndoshta e këtij cikli të fundit të emisioneve apo ka edhe diçka më? Arsye ka të shumta. Unë kur e kam filluar punën si moderatore, si gazetare, kam qenë në periudhën më të vështirë të mundshme me e quajt, sepse si traumë e dytë pas humbjes së personit dashur llogaritet edhe divorci. Në atë periudhë isha 26 vjeçare, kur unë po ballafaqohesha me divorcin dhe ishin pikrisht edhe ditët e mia të para që kisha filluar punën si gazetare, si moderatore. Ndoshta ngarkesat e mëdha dhe stresi për herë të parë u atakova edhe me anktin, me sulmet e panikut. Gjë që ishin shumë të mundimshme, sidomos në emisionet të drejtë për drejta, ti e din që nuk e mundësi me u largu edhe ka qenë një sfidë shumë e madhe, një luftë që po e bëja me veten. Në Kosovë atër nuk ishim shumë, të themi, psikoterapist, kishte vetëm psikiatër. Është dashur me shku në Maqedoni për me i bo, dhe e pata te i kalu. Gjithë që ka shkon të mirë. Pastaj çdo herë kam anu ka kjo pjesa që t'i ndihmojmë njerëzit me probleme të shëndetit mendor. Sepse vërtet jemi të kalu në periudha tilla dhe kjo është shumë normale, sidomos kohëve të fundit edhe në portalet tona edhe është pa që Kosova është në alarm sa i përket shëndetit mendor. Shëndeti mendor kur flasim për probleme nuk do të thotë për çmenduri, po do të thotë për atë se çfarë na bren brenda. Fatkeqësisht ne si shoqëri kur zgjohemi në mëngjes atë preokupimin më të madhe kemi se si kemi më u duk jashtë. Pamjen tonë të jashtme, me u rregullu, asnjëherë nuk kujdesemi se si po ndihemi brenda. Dhe kjo është ajo që na mundon shumë, ne po shohim edhe në portale të ndryshme, biles ditëve të fundit, hiç më larg se dje kishim atë reagimin pa dashur me ndru temë të profesorit, të arsimtarit, se si kishte reagu ndaj nxënësit. Sado që ka qenë nxënësi pa edukuar, nuk do duhet të ndodhte të dhunë e tillë, por gjithsesi që është fajtor, por imagjinoni në çfarë gjendje të brendshme emocionale duhet të jetë një mësimdhënës për me godit në atë formë. Kështu që gjithsecili prej nesh ka nevojë për të themi për njohuri sa i përket problemeve të shëndetit mendor. Dhe për këtë arsye kam marrë iniciativën edhe për kraje normal për redaktorëve dhe drejtorit që me vazhdu me problemet e shëndetit mendor ku flasim hapur për problemet edhe të ankthit, edhe të stresit, depresionit e shumë çrregullime tjera. A jemi mjaftueshëm apo të gatshëm si shoqëri për të qenë edhe për t'i pranu këto emisione, ndoshta edhe këto diskutime, sepse në fund të ditës kjo edhe një si lloj diskutimi. A jemi të gatshëm? Jemi shumë të etur për temat tilla. E kam vrejt vetëm me 2 javë e para sa kanë vërshu komentet edhe klikimet për temat tilla. Dhe kjo nuk do në koment dhe shifet se sa kemi nevojë dhe interesim për temat tilla, që fatkeqësisht jo shumë edhe i shohim në media tona, qoftë në radio, qoftë në televizion, ndonjë ditë e veçantë kur i dedikohet, por jo të ketë ashtu të themi cikël të emisioneve ku ti mundesh me marrë një uri, por ajo çfarë është të themi edhe në çka po fokusohem më shumë është t'ju servojmë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, të jetë e kapshme për gjithë secilin.
Dhe çka është interesante që paragjykimet fatkeqësisht ende janë në shoqërinë tonë. Me përmend problemi i shëndetit mendor, me njerë fillon ajo frika që jo, unë s'kom nevojë se nuk jam i çmendur. Në anën tjetër e dim gjithë secili që shohim edhe kolegë tanë, familjar, që e merr një qetësues, ke shumë nervoz e mora një qetësuese, ke shtu çmend. Dhe kjo është gjëja më e keqe e mundshme, sepse qetësuesi qetëson vetëm për 1 orë 2, por dami mbetet më shumë, sepse ai ankth shkon të urit me qetësues dhe e shoh që shoqëria jonë këtë nuk e ka të qartë. Dhe këtë asu nuk e di, por nga ekspertët, nga njohësit e fushës që i kemi të ftuar çdo ditë më shumë po mësoj edhe vetun. Dhe çdo herë po mundohem me qenë duhet me i bo hapat e para dikush në këtë shoqëri. Ndoshta ne që pak dëgjohemi apo që na shohim, që kemi hapësirën, që njihemi, kemi hapësirë, që jemi njerëz pak më publik, që pak na njohin, që njerëzit janë të lidhur me neve dëgjues, kur shohim që ne po flasim hapur dhe ata do të flasin hapur dhe do të kërkojnë ndihmë. Unë edhe kohëve të fundit, sepse ankthi ndonjëherë din edhe të rikthehet, nëse ti nuk jeton si duhet, nëse e tepron me të themi keq menaxhim të jetës tënde, nëse punon më shumë se ç'duhet, apo nuk ushqehesh si duhet, apo ngarkohesh më shumë se sa ke kapacitet, natyrisht që ankthi troket nder dhe rikthehet. Unë sërish jam ballafaqur me ankthin këtë muaj dhe po luftoj me sulmet e panikut, nuk kam dashur me pushu edhe gjatë, përveç 1 javë dhe jam kthy në punë pikërisht që do të luftoj bashkë me dëgjuesit e mi edhe me ata që po përballen me problemet e shëndetit mendor, me ankthin, me sulmet e panikut. Sepse ankthin e kam lexuar në shumë libra që nuk duhet vetëm luftu, por duhet edhe dashur. Ankthin pse me dash ankthin kur është shumë i mundimshëm, dikush mundet me pyet. Sepse mos me qenë ankthi kur nuk kujtohemi me u kthy normales, me u kujdes për veten, për gjumin, për ushqimin, për shëndetin, për mirëqenien tonë, për gjëra toksike që largojmë nga jeta, njerëzit toksik që vërtet na bëjnë dëm, ne pa e kuptuar fare që ndikojnë aq shumë sa që mundemi me pas edhe simptome fizike. Je shumë e hapur normalisht për të bisedu edhe për gjanat tua personale. Po e bën të njëjtën edhe në për emisione, po të vjen më lehtë ndoshta që të shprehesh edhe në këtë formë? Është shumë më lehtë. Atë persona që kanë ankth nuk është mirë natyrisht të flasin hapur, përveç se me më të afërmit e tyre, me dikën që ata njihen më komod, me psikoterapistët, me psikologët, por unë e kam marrë këtë përsipër për t'i ndihmuar që ata mos stepen, të kërkojnë ndihmën e psikoterapistit, psikologut, sepse edhe pa medikamente përveç se kur është e nevojshme, as me ato nuk duhet me hezitu. Ka dhe momente kur në bashkëpunim edhe me psikiatrin mundesh me marrë edhe terapin, por asnjëherë jo vetëm. Dhe shumë herë këto munden me u te i kalu edhe pa qetësues, vetëm me teknikat CBT për shembull, janë do teknika shumë të mira që me ato teknikat e frymarrjes, të ushtrimeve, të muzikës, njerëzve që i don, ti largosh njerëzit toksik. Çka nuk ta don zemra, largoj edhe ankthi vjen tu zbut. Kështu që janë gjëra të vogla, por të me peshë të madhe që ndoshta as nuk ja kemi idenë. E përmende që ka pas një periudhë kur keni pasur ankth, më pas është larguar në një formë dhe është rikthyer dhe tani po ballafaqohesh prapë. Sa është e vështirë tani rikthimi? Po themi. Rikthimi, si fillim, ditë e para është shumë e vështirë nëse rikthehet, sepse të kujtohet gjithë ajo periudha i rrugtimi yti që ti ke shku me vite në psikoterapi në Maqedoni, një shqetësim i madh, nuk mundem, nuk di si do ta përballoj, duhet më u kthy prapë antidepresiv apo kështu, përderisa pastaj ndalësh dhe mendon, ka dal, pret. Atëherë ke qenë 26, tash je 46, si i tregova dhe vitet, nuk është problem. Atëherë nuk e di shumë, tani din për ankthin lexon, tani ka edhe psikoterapist, nëse nuk ke me bisedu, ka edhe psikolog, nuk ke nevojë me marrë antidepresiv nëse i mirëmbahesh ushtrimeve, teknikave, kujdesesh për rrethin tënd, i eliminon gjëra që me muaj ose me vitet kanë gry për brenda dhe ti ke vazhdu. Një stres të madh të jap edhe vendi i punës. Nëse ti nuk vlerësohesh si duhesh, nuk e merr pozitën, nëse paragjykohesh, ke stigmatizime, bullizëm, ato vërtet ndikojnë shumë. Unë kisha dashur me bo një thirrje
gjithë atyre që po na dëgjojnë, ju lutem në vendin e punës jeni shumë të kujdesshëm, përveç që duhet çdo kund të jemi të kujdesshëm. Por në vendin e punës asnjëherë mos u bazoni në pamjen e jashtme. Ka njerëz që vërtet po luftojnë me brendinë e tyre dhe nëse nuk mundesh me ja thonë një fjalë të mirë, të keqen mos ja thuj hiç. Vazhdo përpara, sepse mundet shumë herë me ndiku shumë negativisht. Si po dihesh tani? Tani e qetë, dhurat më pëlqen gjithmonë, më ka pëlqy, kështu që kur i shoh njerëzit pozitiv, natyrisht që ndikon në shumë energjia, por janë edhe dy djemtë e mi, Leoni dhe Rioni, që janë shtyllat e mia kryesore. Me thanë, si kur u rritëm bashkë, gjatë divorcit, ata ishin 6 vjeçar dhe 3, tashmë janë bërë 26, 23, është një forcë e madhe, një sukses. Ndonjëherë është mirë me i vizitu ato vende ku ti ke pasur shumë sfida. Të kujtohet se si i ke te i kalu, dhe që gjërat ndryshojnë, që ka shumë gjërat të bukura, janë edhe studimet postdiplomike, që në atë periudhë kam luftu edhe me ankthin, edhe me divorcin, edhe me studimet postdiplomike. Edhe me punën e re? Nëse ke dashuri edhe dëshirë, sinqerisht, vetë se kilogramt mu patën shtu shumë, por ka nis me u largu nga dal. Nuk është problem më ndonjëherë pesha trupore, sa është ajo shpirtërorja shumë e rëndë. Je hapur edhe për të folur edhe për divorcin? Patjetër. Ke qenë gjithmonë kështu? Nuk e ke patur problem asnjëherë? Si natyrë, edhe si fëmijë, edhe si vajzë, çdo herë edhe në shoqëri jam vrej që gjërat nuk kam dashur me i fshe, ose nuk më zhdukur, për mu turp është diçka kur unë e lëndoj dikend. Ndërkaq kur ballafaqohemi me probleme që mundemi me i hasë në secilën shoqëri, unë nuk mundem me e kuptu edhe shumë, edhe kjo më brenë më shumë, që pse nuk ja themi në fytyrë diçka nëse nuk na pëlqen ose na pengon. Dashuria nuk është e përhershme, ajo mundet, unë them martesa është një kontratë, marrëveshje, nuk mundet me zgjatë për gjithmonë, por respekti është diçka që mundet me zgjatë për gjithmonë. Dhe nëse qoftë se krijon familje, divorci është gjëja e fundit që duhet ta mendosh, ta shpëtosh familjen, familja është e shejtë dhe duhet luftohet çdo herë. Unë po e shoh ndonjëherë edhe për gjëra të vogla, me njerë divorci, po ndana, po shkoj te nana, ose hidhrohen, ose ka momente kur duhet me pritë edhe momentin për me bisedu. Në përjashtim të rasteve kur edhe në shoqërinë tonë, po çdo kun po flitet hapur te ne shumë pak për narcisistët, manipulatorët, që i kemi shumë në shoqëri. Dhe ata vërtet janë shumë të rrezikshëm, sepse nga jashtë duken shumë njerëz të dashur, shumë të mirë, por nga brenda dëmtojnë në një masë shumë të madhe. Dhe kjo është ajo që çdo herë duhet me fol në raste të tilla, më mirë është ndarja. Ndarja me marrëveshje, me avokat, por asnjëherë duke mos i shfrytzu fëmijët. Kërkesa ime është që fëmijët asnjëherë mos mbesen në mes të prindërve. Ata janë fëmijë, ata ju kanë prindër, si babai, si nëna janë të rëndësishëm për ta. Çfarë do qofshin për ne, kështu që duhet kemi kujdes, mos të flasim negativisht për palën e kundërt, çdo herë t'ju flasim mirë. Jo për t'ju mbulun, ndoshta dikush thot Laura po i mbulon gabimet, por mos rrisim fëmijë pastaj që për të patur trauma në të ardhmen. Me urrejtje. Me urrejtje ose pa edukat, sepse ato krejt pastaj dalin në pa edhe në shesh. Dhe sa mirë është tash ajo ndjenjën e sado që kam ngarkesa kur i ke 2 fëmijë të shëndosh, shpirtërisht, mendërisht, është lodhja më e madhe dhe gjithë mundin e sheti aty që ja ka vlejt. Shumë e vërtet. Goditje fort duhet ketë qenë për ty. Patjetër. Sidomos në atë moshë të re. Sidomos në atë moshë të re, ballafaqimi me shumë, ishte edhe fillimi i punës, fillimi edhe i studimeve postdiplomike, një ngarkesë e madhe, ndryshimi edhe i qytetit. Kështu që ka qenë një ndryshim shumë i madh, por asgjë nuk ka të pamundur kur ti don. Ka frikë, ka dyshime. Mirë po ajo çfarë është e rëndësishme është me trokit në derën e duhur. Si po e trajton emisionin tani? Po merr copsa nga jeta jote, nga Patjetër, bile se sot gjatë emisionit, kur u futa në studio kisha shumë, sepse ankthi vjen vetvetiu. Edhe kisha momente që të frikë në një dridhne para ati pasiguri, edhe kisha pikrisht e përshëndes psikoterapistën Valbona Uka, se janë vetëm 6 të certifikuar psikoterapistë CBT në Kosovë. Ata i kanë teknikat pikrisht për shtirimin e ankthit, depresionit, sulmeve të panikut. Edhe thash po e bëjmë një ushtrim kështu sa jemi drejt për drejt,
Edhe bëm ushtrimin bashk, besoj që dikush edhe nga dëgjues, edhe nga shiqus, e ka praktiku bashk dhe me të vërtet të ndihesh shumë qetë. Jesh liruar. Është frymarrja me gojë 4 sekonda, me hund, faktikisht të lirosh 7 sekonda. Janë shumë teknika që vërtet munden me ndihmu shumë që mos me ta marrë mendja që të letojnë shumë. Por për të pasur kujdes pastaj se ankthi është shkarkim. Shkarkim nga ajo që ti je ngarkuar shumë. Pa tjetër që po. E përmendet gjatë bisedës që në momentin që ka fillu emisioni të shfaqet të transmetohet, ka pasur një vërshim komentesh dhe aty është vrejt një nevojë shumë e madhe e qytetarëve, njerëzve të cilët shumë e madhe, sidomos pyetjet e shumta kanë qenë për ankthin. Ka pasur shumë pyetje të mëdha për ankthin, ka pasur edhe shumë zonja dhe zotëri që në pozita që janë turpru me shku në koment, më ka shkujt privatisht, që ku munde me u drejtu edhe unë kam këtë shqetësim, a ka lana, a shërus, a mundet me mdodhë diçka më shumë. Ndonjëherë edhe ka momente kur edhe qeshim kështu të më vetëm veti sa siklet, i japim vetit edhe pse më shefim ka shumë kur është shumë e thjesht me shku te psikologu dhe tek psikoterapisti. Vazhdon tjetë kjo stigma. Vazhdon tjetë fatkeqësisht. Sado që ne nëpër media po e themi që ndoshta ka ndryshuar, sado pak situata, është një vetëdisim te një mas, po themi, apo ndoshta hajde po e përmendim Prishtinën, po të kalojmë jashta Prishtinës, unë besoj që kjo stigma është akoma shumë e fortë. Ka filluar vetëdisimi, por ka stigmatizim. Në njerin prej emisioneve, një psikoterapiste të regoj që një moshuar 77 vjeqare ka kërku nga djali me dërgu te psikoterapisti, ishte një zonjë nga Malisheva, dhe më bëri shumë përshtypje, një gjë shumë pozitive, edhe pse nga zonat rurale, me ditë me kërku psikoterapistin, dhe i ka tregu që ka pa për mes televizionit, që është mirë. Ka pa ndo një emision. Edhe ka kërku. Dhe interesante se sa ndihen vetëm moshat e treta, askush nuk i merë për sipër. Ata kanë shumë nevojë për psikoterapi. Ata e kalojnë jetën shumë të mbyllur, ndonjëherë ndihen të tepërt, të vetmuar. Dhe tregon këtë shembullin se si në vendet e zhvilluara, për shembull, ka dhe në moshën 88 vjeçare që martohet. Përderisa tek ne kur mesin partnerët vetëm ose nana tona me i përmend, qoftë edhe në shakam i thom se s'po martohesh ma si po ndihesh vetë. Zot mos e bon. Që të pishpis. Zot mos e bon. Do të e marrin aq, kur ne jemi qenje sociale dhe kjo nuk ka të bëj me karakterin ton. Karakteri është diçka krejt tjetër, ndërkaq që të qëndrosh vetëm, nevojitet shoqëria edhe në atë moshë. Me kënd të flasësh, me kënd të dalësh pak për sheti. Do thotë kjo është shumë e nevojshme që tek ne ka shumë nevojë që edhe moshat e treta të vizitojmë psikoterapist. Por e kam pa që me të vërtet ka shumë nevojë në vendin tonë. Kështu që unë shpresoj që kemi me vazhdu këtë cikël edhe më gjatë dhe sa do pak mi ardhë ndihmë gjithë atyre. Dhe ka pasur edhe të tilla raste kur kanë reaguar që pse po e tregon që prap ke simptomat e ankthit. Po pse mos më e tregu? Ka shumë njerëz që ndihen keq ose të pasigurt ose friksohen. Ankthi ka ardhur për me shku dhe do të shkoj. Pikrisht, edhe duhet patjetër me e përmenda, në fund të ditës është diçka që është në mesin tonë. Para 20 viteve, po të më kishte Po të më kishte ftu dikush para 20 viteve me ankth me shku ndonjë studio televizive, isha step ku qysh me shku, nuk muna me nejt, mos po më kap në atë moment, ose mos po mirë mend. Tani e që më thunë shumë thjesht, edhe me më ndodh me mu marrë mend, biles edhe më pak, do të të kesh, i ke simptomat kur nuk friksohesh. Po. Do të e kanë përshkru vende edhe si frikën ndaj qenit. Nëse ti i friksohesh, do të të aj vërsulet më shumë, nëse je më e qetë, largohet. Kështu përshkruhet edhe ankthi. Shumë mirë. Si po mendon që do të vazhdoj trajtimi i emisionit në të ardhmen? E përmendej që janë vetëm 6 psikoterapistët certifikuar. Të certifikuar për CBT, por psikoterapist fatmirësisht kemi shumë. Kemi mjaftuar. Por nuk do të vazhdojmë veç me psikoterapist, me psikolog, janë edhe psikiatrit, neopsikiatrit të ftuar, dhe sulmet e panikut munden me ndodhe edhe tek moshat shumë të reja, edhe tek fëmijët, tek 10 vjeçaret, që ndoshta neve nuk na merr mendja që ata munden me përjetu një gjendje të tillë. Videolojrat që po ndikojnë shumë tek problemet e shëndetit mendor, sidomos tek fëmijët e moshave 12 vjeçare që kanë ndikim shumë të madh dhe po e rëndojnë në shëndetin e tyre mendor. Dhe duhet kemi kujdes pak a shumë që mos t'i lëmë gjërat kur të bëhet vonë. Mirë shumë, Laura është duke trajtuar edhe veten? Patjetër bashkë kjo shkon. Po. Jap marr. Kjo është ajo më e mira, por
e shoh që ka filluar, do thotë, edhe pse vetëm një muaj ka filluar shumë rrallë të shfaqet, sepse kur ti ballafaqohesh dhe nuk largohesh prej ankthit, por pajtohesh që ka ardhur dhe po shkon, është shumë më e lehtë se sa të munduesh të ikësh. Jo se nuk e kam, të kap një panik shumë më e madhe, shumë më e frikshme. Ndoshta është edhe përvoja që e bën të vetën, varet edhe nga ngarkesën dhe sa ke leju ti deri në cilën shkallë, por edhe si vazhdon. Nëse ti vazhdon me ndryshu ritmin e jetës, padyshim që e ndihmon me të kalu. Por nëse ti e ngarkon veten dhe ke afër njerëzit të cilët shqetësojnë, të ngarkojnë, padyshim nuk mundesh me i pas edhe mandej pse s'po më kalon me pyet. E po mirë që i përmende njerëzit, sepse me sa kam kuptu dhe me sa kemi pa dhe jemi ndoshta edhe vetë, kemi has në komentet tilla, zakonisht kur dikush ndihet keq apo ne vetë personalisht, hajtë se kur gjoski, je qupesh, i kemi do shpreje, në maje gjuhës, e sidomos po themin mosha ndoshta pak më shtyr, hajtë se kur gjoski edhe normalisht mundohen që... Po i marim për shembull, ndarjet nga partnerët, nga bashkëshortët, ose trauma që janë humbjet e më të dashurve. Në shoqërinë tonë, qoftë edhe meshkujve shumë keq që i themi mos qaj se burrat nuk qajnë. Ose kur na len partneri apo ne largohemi apo ana sjelltas gjinit, mundohen me u duk sa më mirë, sa më bukur, për inati, mos të mshaj mu që unë tash po vuj. Jo, nëse ti nëse vërtet po e ndin brenda atë vujtje, lëre le të shifet edhe jashtë jo për viktimizim, por përjetoj e dhimbjen, sepse pastaj do ta kesh më lehtë. Nuk do të sforcohesh nga brenda. Nëse t'vjen me qajt, është mirë me qajt. Për shembull, ne kur e shohim dikën të qajt, mundohemi sa më shumë me qetësu që mos qaj. Lëre në atë moment kur e shen një njeri që është duke qajt, largohu në anën tjetër, le t'i rrjedhin lotët derisa ai e ka të nevojshme, derisa ai e ndjen. Edhe e shoh që këtu jetojmë shumë për njerëz. Për këtë arsye pastaj edhe kemi probleme tilla që nuk i trajtojmë dhe pastaj frustrohemi në forma dhe mënyra më të ndryshme. Shkon duke u trash ajo. Duke u trash dhe duke i ngarku pastaj të tjerët. Edhe duke shpërthy vende pa vend. Sa rëndësi tani ka njerëz për rreth? Përmende pak më herët që nëse ke njerëz të cilët ndoshta janë toksik ose thjesht nuk të bëjnë mirë, ta bëjnë akoma më keq, por çfarë ndikojnë apo çfarë ndikimi kanë ata që janë të mirë, ata që në një forme të qetësojnë edhe të ndihmojnë që ta kalosh këtë fazë. Po tani po e quaj fazë. Gjithë se cilin nga ne e ka përjetu, po i kushtojmë shumë, po i flas dashurisë. E ke vret ndonjëherë që ne i duam familjarët, padyshim e duam nanën, babën, këdo që i kemi në jetë. Por kur jemi dashuru dhe në qoftë se na ka thirrë nana ndonjëherë kemi qenë të lodhën ose kemi pritu me bo diçka, por nëse na ka telefonu e dashura, i dashuri, që shemi qush shpejt. Në koma. Dhe kjo është ajo, nuk ka të bëj vetëm me dashurinë, si dashurinë, po ndjenjen që ta jep vetë dashuria. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme me i bo gjanat edhe me punu atë çfarë ti don, ajo nuk të lodh. Unë ndoshta kam pas fatin që edhe me studiu edhe me punu në fushën që unë e dushëm. Edhe kështu që fare nuk di lodhja dhe është interesante, mikrofoni ka qenë forcë dhe qetësi për çdo gjë timën. Unë takoj grupit njerëzve që janë shumë empatik, shumë të ndjeshëm, dhe kjo nuk është fare e mirë, por po mundohem tek tani me kuptu që disa njerëz me kursy vetën, disa njerëz nuk ta bën qëllimisht, disa njerëz aq din, aq flasin, dhe vetëm thjesht të lutesh për ta. Asgjë më shumë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ndërsa kjo pjesa që e përmende me atë zonjën mbi 70 vjeç që ka kërkuar vetë, po, 77 vjeçare. Si të bën ty të ndjesh që ti ke ndikim të tillë, edhe atë zonjën tjetër e cila një forme e përmende që... Ai është një motivim që mos më undal asnjëherë, se ka momente kur nuk vlerësohesh, në letra është fjala, edhe ti thu po e lo krejt. Po kur sheh mesazhe aq të shumta, kur sheh që ke ndikim aq të madh, dhe je vetëm një njeri i thjesht, një gazetare, një moderatore, me ndikuat shumë, ajo është një motiv shumë i madh për mos me undale dhe me vazhdu me punu. Ka shumë raste, shumë ngjarje që shumë njerëz që shkruajnë për shembull, dhe kjo është ajo që me të vërtet motivon kur ti je dobi plus për dikend. Të ndreqe dita edhe ty. Nuk e kanë thënë kohë që të ndihmosh tjerët e ndihmon veten tënde. Nuk është të humbse dhe kjo është ajo më e mira e mundshme që
që mundesh me bo, me ndimu dikend. Nëse problemet e tua nuk po mundesh me i zgjidh dhe nuk ke asgjë në dorë me i zgjidh, atëherë është mirë ta ndihmosh dikë tjetër. Dikush do të humbje kohë, por në besoni që nuk është humbje kohë. As pak. Dhe ka të bëj me reakcionet kimike që ndodhin në trurin ton kurdo që e ndihmojmë pozitive të rek pozitivën. Patjetër. Paktën kështu po e thënë ata që po ulëmtojnë çdo ditë më shumë. Çka ju i porosit çdo ditë apo çdo herë sa herë ke emision shikuesit dhe çka do doje në fund që gjithë ata që janë në një situatë të tillë, qoftë me anktin, qoftë me depresionin, qoftë me çfarë do lloj problemi të shëndetit mendor, të dinë dhe të kuptojnë një herë mirë. Atë që kam vrejt të vetja me vedia apo pa vedije në fund të emisionit, çdo herë them fjalën që jeta është e bukur, e kemi dhurat, vetëm në një herë na jepet kjo mundësi të dytë nuk kemi. Andaj shfrytzoje në maksimum. Edhe kjo është vërtet një mesazh që ndoshta duhem me mendu më thellësisht, që jo të gjitha gjërat t'i marrim shumë seriozisht, por jo edhe t'i anashkalojmë sepse ne jemi me mision në këtë botë, dhe është mirë që të lojmë gjurmë të cilat gjurmë do të ndihmojnë edhe të tjerëve. Njeriu vetëm në këto raste është i pavdekshëm dhe është bukur me ndihmu edhe me bo mirë. Nëse s'mundesh me ndihmu, thjesht largohu. Ajo çfarë unë kisha dashur ndoshta me thënë që qoftë edhe neve moderatorëve, gazetarëve kur na shohin, apo qoftë njerëzit publik që janë, jo çdo herë janë të lumtur. Çdo kush i ka ato momentet jo të mira në jetë, çdo kush sëmuret, mërzitet. Por edhe kjo është e bukur e jetës, se po mos ishte kjo negativja, këto pozitivet nuk do t'i kemi. Tek humbjet, i kam lexuar, po ka qenë vështirë me akceptu, tek tani po i kuptoj që disa gjëra, në qoftë se i kemi humbur, mundemi me ngushtu veten që bukur që ka ndodhur, se kanë mujtë edhe mos me ndodhë, kështu që i keni përjetu, i keni pasur dhe të vazhdojmë sepse ndoshta do të ketë gjëra edhe më të bukura. Më të bukura se ato. Nëse do të kishe mundësi të kthehesh tek ajo periudha e 26 vjeçares kur jeta të ka goditur ndoshta kur s'e ke prit, çka kishe me i thonë? Mos me u friksu atë shumë. Sepse frika stagnon, të bën me zgjatë gjërat më shumë, që po mos të friksoheshe, shumë më shpejt do i të i kaloje. Knaqësi që të pata këtu, Laura, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, të uroj shumë suksese dhe faleminderit për punën që po e bën. Në fund të ditës edhe ne me emisionin ton sado që mundohemi të kemi her pas here psikolog, psikoterapist e kështu me radhë, gjithsesi mendoj që nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Njerëzit tanë meritojnë, gjithë familjarët tanë meritojnë, pse jo të mos vazhdojmë të edhëm kontributin tonë në mënyrë më të mirë të mundshme. Patjetër knaqësi që isha këtu dhe buzëqeshja është gjëja më e bukur, nëse asgjë nuk mundesh me dhuru, të paktën një herë në ditë buzëqeshi dikujt. Dhe buzëqeshja është diçka shumë ngjitse që kthehet, ashtu sikurse edhe nervozizmi. Kështu që t'jeni sa më pozitiv dhe mbesoni apo jo, çfarëdo që keni bërë, apo që mendoni që nuk keni vlerësu, apo nuk ju kanë shpërbly ata për cilët keni bë, në anën tjetër, indirekt, në jetën tuaj ato gjëra pozitive, mbesoni, ju them me plot sinqeritet që kthehen tek ju. Kënaqësi edhe një herë, faleminderit.